Projekti për rrethimin e bazës eksperimentale në Shamojgjin ka mbetur pezull. Punimet e cilat kanë nisur kohë më parë ndërsa kishin një afat prej 3 muaj, por ndërkohë në tabelën sinjalizuese nuk ka datë të nisjes punimeve dhe afat të përfundimit të tyreve, me përjashtim të vlerës e cila është në 16 milion lekë të reja. Ajo që nuk dihet ende ka të bëjë me faktin nëse ky projekt do të vijojë ende apo do të mbetet në gjendjen aktuale në cilën ndodhet edhe muri rrethues i qendrës eksperimentale në Shamojgjin. Pritet shihet në vijim nëse do të kemi shtim të këtij projekti, vijim të tij apo do të përfundojë vetëm në këtë situatë që ndodhet aktualisht. Projekti për rikonstruksionin e murit rrethues të qendrës eksperimentale në Shamojgjin vijon të mbetet pezull duke ngritur pikpyetje mbi fatin e tij dhe mungesën e transparencës për ecurinë e punimeve. Punimet të cilat kishin nisur disa kohë më parë tashmë janë ndërprerë plotësisht, ndërsa nuk ka asnjë informacion zyrtar mbi afatin e rifillimit apo përfundimit të projektit. Nga ajo që konstatohet në terren, vetmja punë e realizuar deri më tani është ndërtimi i një pjesë shumë të vogël të murit rrethues të objektit, çka tregon një progres minimal të projektit të nisur pa kohë më parë. Në tabelën informuese të vendosur pranë kantierit të punimeve, vetmja e dhënë e pasqyruar është vlera e projektit, e cila kap shifrën rreth 16 milion lekë të reja. Megjithatë, në tabelë mungojnë të dhëna thelbësore si afati i zbatimit, data e nisjes dhe ajo e përfundimit të punimeve. Nuk dihet ende nëse projekti do të vijojë apo do të mbetet në gjendjen aktuale të tij. Mbetet për tu parë nëse do të ketë vijimsi të tij apo edhe përcaktim të afateve për përfundimin e këtij projekti.